Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me podcastin e radhës Arena e Yjeve, i cili është prodhimi i Telegrafit dhe transmetohet çdo javë edhe në RTV Dukagjini. Përshëndetje për gjithë shikuesit tanë. Lavt, pa fillu me të ftuarin ton, mos të harrojmë të përmendim sponsorët tanë që janë Mucha Solar, Pro Transport, Patos dhe KGM Kosova, brendi më i njohur i automjeteve nga Korea. Me neve i ftuar kësa herë është ish futbollist i njohur, por më shumë se 2 dekada dhe trajner Arnor Morina. Arnor, mirë se vjen te Arena e Yjeve. Mirë se gjej, faleminderit. Nuk është kjo hera por që na po bashkë bisedojmë, po tash si duket edhe për media vizive hera e por. Derit. Trajner të rrjedh nga një familje sportistësh, po apo na tregon kur ka fillu dashnia jote për futbollin edhe hapat e parë tu me këtë sport. Po të kthejmë pak në kohë. Po kthehemi në shekullin e kaluar. Shekullin e kaluar, po baba ka qenë ish futbollist edhe trener. Pak më shkurtimisht me shku, kështu që ka luajtur edhe në Pe, edhe në Podujev, në Llap, edhe ka qenë trajneri i Llapit, i cili e ka inkuadruar për herë të parë në Ligën e Kosovës, po më duket viti 52-53. Mandej vllau ka luajtur futboll në Prishtinë, në Flamurtar, buduqnosin e Pes të atëhershme, ka qenë kapiten i reprezentacionit Kosovës, kur e fitojnë titullin e më të mirit në ish Jugosllavi. Mandej kom filluar me lujt, ka vazhdu pak djali vllaut, pak djali jam, por ata herët i kanë qenë dur për futbollit, se jeta jashtë futbollit është pak më e lehtë se në futboll, kështu që kjo ka qenë ajo. Unë kom filluar me 9 vjet. Më ka qenë stadion vllau bashkë te trajneri i tij, trajneri më i njohur në Kosovar, profesor Ilyas Sina, Indjeri. Edhe kom filluar me stërvit me 9 vjet në Prishtinë. E gjithë karriera jame deri në vitin 91 ka qenë në Prishtinë. Edhe në atë ekipën e famshme të vitit 83 që quhet si ekipe e Art, Gjenerata e Art, kom pas fatin me qenë pjesë asoj ekipe. Edhe mas asoj ajo ekipa e Gjeneratës Sakrificës në vitin 91 që ndërmarrim atë hapin e madh, edhe hapin i cili na ka taku neve si Gjenerat, sepse jeta shpesh bën sene të mira, por shpesh edhe të ngarkon me diçka që dush me zgjedh për me e bë ose mos me e bë. Fatmirësisht unë edhe shokët e mi kemi zgjedh me bë çat hap, edhe jemi faqebardh. Mas asaj kom lujt pak në Zvicër, pak në Turqi, jo me sukses, në Maqedoni edhe jam kthy në vitin 1996. Pe vitit 97 jam trener. Trener edhe sot e kësaj dite merr në alo me këtë zë, edhe pse me profesion jam ekonomist, kom diplomuar në Universitetin e Prishtinës, po aty ku të shojnë në fillim që aty jetë, ku shkojnë 2 rrotë e para, shkojnë edhe të mramet. Po, trener ti morën pak me radhë. Tha që e kom pjesë e Prishtinës për shumë vite, do me pe fillimit karrierës dhe 91 e përmen edhe këtë ekipin e Art, do me thonë që u konë thujse si reprezentacion për neve, për gjithë shqiptarët e Kosovës. Po ti në kohën e Gjeneratës të Art je konë i ri, qysh edhe ke lu me emrat mëdhaj si qysh e kujton pak këtë kohë, na fol pak më shumë. Ajo është një nostalgji e madhe, mas pari duhet me thonë që jam me fat që kom lind në atë kohë, e kom ri atë kohë me lujt, sepse ke mujt me lind shumë më herët dhe mos me qenë javë për me lujt ose ma vonë, e tjera, po jo, kom pas qatë fat, mandej shumë gjana janë lidh aty nërmjet veti, unë e kom qenë ma i riu, ka ardhë Afrim të Vërlani, mandej ka ardhë Leander Mago, ka ardhë Popovaci, Indjeri, e tjera, që kemi qenë të gjithë të kategoritë e reja të Prishtinës, që ka qenë një sen i rallë me dalë 3-4 futbollist në atë kohë me lujt në ekip parë. Sepse dini që ka qenë e koha kur kanë ardhur për kataranëve, aty i kanë pru edhe numri shqiptare ka qenë shumë i pakt. Mirë për anën tjetër e kom ri me lujt me Fevzi Ramën, i cili ka qenë oshtrit edhe bashkëlojtar me vllaun tem, edhe në Flamurtar edhe në reprezentacione tjera me Shefqet Sinanin, gjithashtu kanë lujt bashkë.
baba i Fadilit, Indjeri Abdullah Vukri, ka qenë futbollisti i babës në Llapë. Do të thotë çdo një farë ndërlidhje e futbollit edhe shoqënisë, mirë po mbi të gjitha, kom lujt me ata njerëz të cilët në asnjë moment nuk më kanë llogaritur si një djalë të ri, po më kanë llogaritur si pjesë të në thutit që unë jam rrit me ta. Unë kom qenë bindshëm më i ri. Edhe që e përmeni shpesh mu së më ka marrë, as më ju bajt çantën, as më ju marrë sanet, kur kemi shku në përloj, se ka qenë një farë knatësie me qenë me ata njerëz. Me Ramadan Cimilin, me Abdul Bellopojën, me Fadil Muriqin, Gjevdet Muriqin, Negjipi, Shengyli, Batrovici, i cili tankuan vjen edhe sot e kësaj dite shoqënohet me neve, Neshet Xhaveli, Vukri. Ajo ka qenë knatësi, ajo ka qenë një përmbushje shpirtënore për me qenë me këtë ata njerëz të cilët e kanë bo një farë gëzimi të shqiptarët në ato kohë të vështira. Se s'ka qenë veç futboll, ajo kohë ka qenë edhe futboll edhe politik, janë ndërlidh mirë sanet, edhe ajo që ka qenë më e mira, këta njerëz që i përmena të gjithë, mos të haroj dikon se i haroj me siguri, Ganila Pashtica një djalë i cili për kona patriotike ka qenë par excellence e tjera. Kanë qenë njerëz të cilët ta kanë mbjell atë ndjenjen që duhet me punu shumë, duhet me munu shumë për me bo një rezultat pozitiv. Ai rezultat me i dhonë gëzim njerëzve të cilët vinë në stadion. I përmenet tonë këta emna shumë të njohur. Kur që ka bo përshtypje ma shumë në atë kohë, si nga ona njerëzore, po edhe pej futbollit, për talentin, për... Ja, të gjithë, s'ka ajo ka qenë një gjenerate cila mas pari ka pas tiparet njerëzore dhe shoqënore, mos t'i hari për shalla Edmond Dragova, Cana, Jusuf Tortoshi, Mejnovici, cili lajmërohet kohë mas kohë prej Bosnës e tjera, ka qenë një shoqëni e cila mas pari ka pas tiparet larta njerëzore. Ose Sajt Kelmendi që ka qenë, gjithashtu bashkëlojtari i vllaut tem flamurtar. Edhe mas pari po tipare njerëzore, tipare shoqënore, ku s'ka pas illnimi ka mujt me qenë momental. Nëse diçka s'ka shku mirë në lojë, është ditë kush bërtet, kush flet e tjera, edhe është ditë kush e bën në mënyrë ma të qetë. Po që është pasunia ma e madhe. Tash për talent s'kemi qa me folë se e keni pas për shkak një Ramadan Cimili që ka lujt me Trepsin në ligë të parë. Apo i cili ka mujt me kom të majtë edhe me djathën me gjujt topin 60 metra, ku ke disht? Që sot probleme kanë më po vertikalizim. Po që kjo është që kolem na ty pi kafe, pse është problem, edhe pse edhe Ramadan Cimili ka pas babë. Po s'ka këshyrë baba me e qu në Barcelonë Ramadanin, pse ka lidhje me kryetarën e Barcelonës. Jo, e kalon me u zhvillu vetë. Ose Fadili që shka mujt me mbrojt topin me të gjitha ato duele në një ligë që ka qenë ligë shumë e furt. Pretendohet që në atë kohë ka qenë 3-4 ligat më të forta në Evropë. Apo? Ose Agim Cana me vrapimin e tij, me vetmohimin e tij, Shengyli, Shevqet Sinani, 7 shkurt, po asnjëherë lojtari i tij goll me krys ka shënu për shembull. Janë disa gjana që pak njerëz i vrenë, se e këshyrin lojën si lojë, me fitu, me u gëzu, po ka elemente që këshyra nëse Fadil Muriqi me teknikën e tij. Ne apo thoj Messi, po e merr topin prej gjysës fushës, po i kalon. Po i ka kalu dhe Fadil Muriqi në mes Beogradit. Ja ka çu topin për me kry me thamra, edhe ka udhëheq me kry topin deri te korneri. A e keni po dikon sot që ka bo? Do të thotë, mirë po, që kjo është kur jeton në një kohë caktuar, në një vend caktuar, e dikush e ka fatin me lind diku tjetër. Po atëherë kon edhe deri 29 vjet nuk e pas drejt me dalë. Deri 29 vjet s'ki mujt me dal. Unë kam qenë dëshmitar me Fadilin, kemi luajtur në Split, kur kemi pas luajt baraz, edhe Indjeri Agim Binaku, këto mundën me vërtetu me Fadilin kur vjen kismet verës, edhe bisedoni. Indjeri Agim Binaku e ka pru një menaxher, i cili ju ka lajmëru, ka qenë Vekić, një menaxher. Edhe unë ai dhom, tha Fadil po don me bisedu menaxheri me ty, edhe kur e ka përmend cifrën në atë kohë. Nëse s'gaboj dikur rreth $500,000, merreni me men.
$500,000. Shumë pare për ato. Shumë pare. Po nuk I kanë dhënë ata rasisht, po ai ka qenë Super lojtar. super I kompletum. Me kom, me kom djallë, me kokë, me dhon top, me marr top, krejt elemente. Edhe gjithmonë ty kesh. Naj edhe një pyetje rreth kësaj, naj fitore që e mon men edhe se harron kurr të asaj gjenerate. Edhe pse I ka bo do rezultate të jashtëzakonshme, për shembull fitore ja me Zvezdën. Unë me Zvezdën s'kom qenë aty. Po, vesh janë kondo rezultate. Kom qenë me ekip, po s'kom qenë mrena ekipit. Mrena ekipit. E pe aty të ekipi ka shku në Austri me lujt U kona ja Mitropa shkon? Kupa e Evropës ju Lindore. glindore. Po, Lindore. Mitropa kapa. Mitropa u bo, man. Edhe ka marrë rezultate të mira Prishtina atë kohë. Po, dy kemi në zonë. Me pikë të barabarta me të farin, mos ka bo. Vashashin me një Vashash që ka qenë atë kohë emën Evropian me Sklonion Teplicet Çekis, Çekoslovakisë të tërshme. Edhe një ekip Austrisë. Edhe shtati I Austrisë. Kështu që na kemi qenë vend dytë. Unë kom luajtur edhe në për ato lojë. Po ajo fitore ka qenë për shkak me Zvezdën, ajo ka qenë shok. Po shoku më I madh ka qenë kur kemi luajt 0-0 në Beograd me ta. Kur u debuton Shukri Paçarada. Po. Edhe pse ka qenë shok se ata në atë kohë po të mbu kampion Evropë, kampion bote, Zvezda. Zvezda shumë e fortë. E na kemi pas gjas edhe me fitua atë lojë krejt. Mirë po, edhe 0-0 ka qenë mirë. Ka qenë më e mira që shumica, luajti këtë ekipa jon notat në kul. Në atë kohë ka qenë me notim. Po, ata Zvezdës shkretit kërkajq, ose Partizanin kur e mujmë në vitin 86, më duket. Këtu në Prishtinë. 1-0 Fadil Muri që jep gol për gjytjes tij. Thonë që aty orxhu rekordi stadionit. Me shikus. E thonë që ka pas edhe jashtë, ndoshta 3-4.000, 5.000 vetë. S'ka mujt me I. Edhe aty kemi mujt, Partizani ka qenë vend parë. Mani ka pas edhe ndeshje tjera që nuk janë bash kështu me thonë, po, I kemi fitu, I kemi mujt. Edhe çdo ndeshje I ka specifikat e veta. Po. Ja, kemi lujt me Dinamo Zagreb, baraz, kur Dinamo si kanë vyt pikat me dal nga gara të UEFA-s. Ju kemi marrë pikën ata ekip I kompletum, ose Hajdukut Splitit. Po ai ka pas edhe ekipe që s'na shkej ke hezë, Vardari ku në nëzike na mujke. Po, edhe kur ke luja Kosova me Maqedoninë, mediat atje shkryshin që edhe në kohën e Jugosllavisë Vardari ka rezultate shumë të mira. Vardari, po ka pas një ekip shumë të mirë edhe Maqedonia, në përgjithësi ka një shkollë specifike të futbollit, e kemi pa me siguri që nuk s'ka interferime të mëdha prej anash, po stërvisin me numër të vogël lojtarë dhe bojnë atë lojën karakteristike, s'ka me mjushu topit në ajre që kësi gjana. Po, ka pas që kësi lojë të cilat I marrën men, ose loja me Sklonion Teplicen, kur kemi lujt baraz, si mysafir. Eisenstadtin kur e kemi mujt, këtu e tjera. Lojë sa dush, po, kur të kthehesh mrapa, çdo 3 ditë ka një lojë. Po, edhe atëherë u luq ashtu se tash po ankohen. Po ankohen, tash po ankohen edhe 3 herë në ditë me thirr me stërvit, na kemi stërvit edhe ka 3 herë në ditë. Edhe gjallë jemi, halo. Trener, e tha më herët që ton këta emra njohur që kanë lënë gjurmë në atë kohë. Edhe e thash edhe më herët që u konsideroj stacion si kombëtare kjo gjenerata e Prishtinës start. Po me bu një krahasim me kombëtarën e Kosovës tash për nga kualiteti. Si qëndron na dy kona, po kona ndryshme, fatet ndryshme, dy fatet të ndryshme, po me krahasu është një konstelacion kori në mes këtyre dy gjenerate bajagi I madh. E para, e dyta, këta që luajnë sot, këta edhe stërvisin kushte shumë më të mira se që kemi stërvit na. Na kemi stërvit qatë stadion që kemi pas, gjatë javës shumë pak u jetke që mos me u prish, për lojë u jetke për me qenë ma bot që me mujt me lujt me sa malet e tjera, këta sot I kanë fushat në dispozicion, e kanë mjekësin sportive në dispozicion, I kanë nutricionistat në dispozicion, të na ka qenë krejtë të ndryshë. Mirë, po të na ka qenë një motiv ma I madh. Na e kemi ditë që po lujmë kundërshtarit në fushë dhe kundërshtarit jashtë fushë. Këta djemë të ri sot, po e llogarisin kundërshtarin si një ekip që dalim luj me çka të bëhet.
Ja, nëse se ki në ndërdje që me dalë me mujt gjithë kanë, edhe ato që është ma i mirë se ti, se sportive është me besu që ki me mujt ma të mirë se ti që është. Edhe vetë si e sportist nëse nuk synon me mujt ato që jo ma i mirë se ti. E kjo është ai dallimi që është. Na për shembull e kemi ditë shumë shpesh që me Vardari nuk na shkon. Po një vjet bashkë me këtë Isa Sadriun, na kemi qenë që kemi luajtur 2 qendërmbrojtës. Ka qenë fusha e Vardarit, ka qenë komplet e thame se s'ka pas ujë. Na kemi luajtur baraz atje, ajo ka qenë shok për Vardarin. Se Vardari u bëjke kampion, nëse ju kujtohet me Vukash Vishnjevcin. Me Pančeva, me Savevski, me Koço Dimitrovski, me Gajuri ka qenë po mduket Sadiku e tjerë. Ekip bum. Edhe kemi luajtur baraz. Pse se kemi thonë na po shkojmë, pe kryjm punën tonë, çu po dojmë na. Domethënë dallimi on diferenca shumë e madhe. Mas pari se unë tash po evrej, edhe ju e keni vrejt me siguri se jeni në sport, edhe ju bajag i gat. Por një lëmdim të vogël pushim. Okej, pushim, shëndeti është para. Normal. Para shumë gjanave, para futbollit është bënd shumë shëndeti ma për para. Mirë po bashkë dhe për çdo sen nuk mundet me u të rjek njëri. Sepse, hajde po të rjek është ti, po ekipit po i nevojitet dikush, apo? Tash, çka me bu? Do njerë do të më shtrëngu dhënë, më mshel syt, e që këtu është një dallim i madh, në botë kuptim. Në botë kuptim, edhe në respekt. Pse po them respekt? Të gjitha ata lojtarë ka luajtur edhe për reprezentacion të Kosovës. Edhe Vukri, edhe Fevzi, edhe Sinani, edhe Shengylli, edhe Gjinali, edhe Cana, Rugova, Tortoshi, të gjithë kanë luajtur. Ata e kanë ditë pse po luajnë edhe çfarë respekti kanë pas për fanelë dhe për të gjitha gjanat, edhe me sjellje edhe me krejt. Këta sot djemt luajnë, e kanë dëshirën, i kanë krejt, mirë po menoj që disa e kanë shfrytzu fanelën e kombëtarës për me bo një afirmim më të madh në klube, që kishit me qenë e kundërta. Ti në klub dush me u dëshmu që me orë si dëshmum në kombëtare. Ajo me orë kombëtarja me të bo ty servis që ti mandej në klub me bo një kontrasët se diçka. Po, s'jam për ato, për mos me një Mirë po ti dush me ja kthy kombëtarës a reprezentaciona që është do një queni, dush me ja kthy fish. Sepse ti s'pe ja kthen fanelës edhe shokëve, ti po ja kthen opinionit që po vjen me të përkra, në shi, në borë, në dili, edhe ata presin që me qenë krejt okej. Naj emëni naj lojtarit të asoj kohë që ke lu kundër ti, edhe të ka bo shumë përshtypje, kratë, Po, serb, bosnjak, edhe bën karrierë të madhe. E përmen edhe atë Macedonin që shkon intern, Tarko Pančevi. Po, Pančevi, ka qenë Pančevi, që ka qenë shumë i zhdërvjellët. Ka qenë për shembull Musemici i Sarajevës, një djalë 2 metra i madh. Edhe që thojsha unë bësha i gare me këta, thojsha ky kur po nalet para neve as dillis po na nxjerr. E ai ka qenë shumë i rrezikshëm najer. Mandej ka pasur edhe në Crvena Zvezda, ka pas luajtur se Gjellmoshi Partizanit që pa të shku në Nic. Kom pas duelet direkt me to. Mërkela i Zvezdës, reprezentues, ka qenë një farë Adamović që ka luajtur në Hajduk edhe Rijek i vogël. Me ato kur qysh misha me qitë në kryheq. Edhe shok të mangot që bilet toke, afrimi, kur bëshim hajgari që dhe që ku po vjene Adamović që po lupa i Prishtinë. Edhe ka që si lojtarë që nuk të përshtatën. Mirë po në përgjithësi ka qenë një farë fair play. Ka pos duele bajage Ma të forta shumë se forta, për shkak ndaj Fadilit, Vokrit, Fadil Muriqit. Kanë qenë duelet që mos vetë. Veç në Argentinë luhet njëjtë. Në veç në Argentinë se luhet. Veç me përmen ndeshjen për shkak në Nikšić, kur kemi lujt, ku ka qenë dita e mitingut më të madh në atë kohë kundër Kosovës, na jemi detyruar me flajt në Titograd, Podgoricë, e me shku në lojë. Fadil Muriqi ka pas fanelën e çkyme në Gjaks prej duelit me 2 kom që ka pas buaj Bakraçi nëse ju bjan men juve. Edhe referi s'ka guxuar as karton me dhon, se ka qenë gjendje jashtëzakonshme, na kemi me stadion mos lësh me orë. Me njerë
2-3 minutat e para i kanë ndërprej lidhet e radiotransmetimit, edhe kur të këshyrë kështu edhe familjet tona s'kan ditë atë çapo buhet. Edhe na kanë pas mujt me një penalti kur të gjithë protestojmë se ka qenë jashtë 16. Po referi dhe tash i çorë dhe do të pshte edhe veten edhe juve. A me lojë s'kan mujt me na bo kurrë, edhe ka qenë loja ku ketë shqiptar kemi shku. S'kan guxuar me orë këta tjertë. Hiç kërkush. Fadel Berisha, Ganio, One, Isa, Fadel Muriqi, Ibrahim Domi, ketë shqiptar. Trener, tash të vim pak te kjo gjenerata e sakrificës, te pavarësimi i futbollit Kosovës, te edhe në përgjithësi sportista, ti si kapiteni i Prishtinës, jo kon ndër zërat më të zëshëm, qysh e kujton në atë kohë edhe si qysh u prit edhe qysh erdhe, sa u kon vështirë. Na pe dim që u kon vështirë, po ti paktën e ke përjetu. Na i patëm në shkru, po, na kemi qenë në Prishtinë edhe veç ka pas fillu jo, po i qitën njerëz prej punës, nëse ju kujtohet me 3 shtator, po mduket ka qenë ai marshi i punëtorëve dhe i qitën prej punës. Njerëz e qitën policinë, u mshelën shkollat, edhe vetë ka pasur një farë ide që tash ku jemi na? Ku jemi na? Apo shkojmë ka është populli, apo jesim me lujt? Do të me thonë që loja e parë u pat lujtën Shkup. Kundër Balkan Stock Commerce, Ballkani ka qenë në atë kohë ndoshta në 4-5 ekipet më të pasuna në këtë shtetin e dikurshëm. O lujtën stadion të Vardarit, edhe na i kemi mujt. Kemi pas një ekip të mirë, të gjithë lojtar me potencial, të gjithë lojtar që kanë pas bo kontrata të mira. Do të me thonë që për shembull kështu figurativisht me thonë kontrata ka qenë si me ble një katë Grand Hotelit sot. Edhe ka në momenti që tash po vendosim apo i lojmë, a qa po bujmë? Normalisht Prishtina si klubi vetëm profesional në atë kohë që ka qenë, në ligën e parë B, i ka mojt mbledhjet e veta edhe mu më kanë autorizu si ai cili shkoj në përmbledhje, edhe kom vazhdu me shku, me Bacenet kom qenë non-stop kontakt edhe me njerëz të klubit, kryesisë. Kemi shku në përmbledhje edhe kemi marrë vendimin të gjithë bashkarisht që me bu ligën e Republikës Kosovës futboll, se na kemi dalë të parë që kemi thonë Republika e Kosovës, Liga e Republikës Kosovës futboll. Edhe unë publikisht po thëm, nëse ndigjojnë këtë emision, dikush në mahallën e Flamurtarit duhet me pas një kaset VHS ku japim deklarata mas lojës të parë me 13 shtator, në dhe një. Unë e jap në emën të Prishtinës edhe Bylbyl jap në emën të Flamurtarit, nëse dikush e ka të kaset me qitë në opinion, me pas se çka kemi deklaru. Çfarë entuziazmi ka qenë. E para, e dyta, ka qenë momenti kysh kur neve, mas një stërvitje, në thrasin komun. Në thret komun, organizata Bozhuri, që ka qenë organizata famkeqe e qetnikve. Edhe aty kanë qenë me kryetarët komunës, me njerëz të DB-s, me të gjithë strukturat e tyre që kanë qenë. Të gjitha strukturat e tyre, edhe bajag i zëshëm, edhe ty bo presion Bacësajat edhe Shefqet Sinanit, Ramadan Cimiljes ka qenë atë ditë aty, ty bo presion për me pranu e ty ofendu e pse s'po lune, pse jo kështu, na e mi thirë gjithmonë në mos pagesë të pareve. Edhe kjo është prapë që po thëmë, se unë e shpesh njerëzve ju thëmë, mos folni me përmen njerëz të cilët mu nuk janë mesin tonë, se ata s'mujnë me dëshmu. Unë i përmeni njerëz që janë të gjallë. Këtë që po e thëmë, ja u dëshmën e që sholli kur të dëni. Bacajet nuk pranën, edhe ju thot, në mu mos logaritni, unë e apë dorheqe, bile aty për aty etiketojnë, i thonë, ti je redentist, ti edhe Shevqeti vjen i redentist, ajo peshtyni politikën e Ibrahim Rugos, se në atë kohë, vitin 91 ka ekzistu vetëm, shka që lidhja demokratike, po. Edhe, i marin vullet e klubit, mu si kapiten në pysin, pse s'po lune, mi thonë s'po lujmë për shkak po dojmë me u bashku me popull, me qenë solidar me popull, nuk e hajke pazari shumë.
Se kur po hishe aty mrana me ata, trimnia pak po beke adin, po duke me qenë ma politiqar. Edhe unë i thëmë, po s'na keni pagu edhe na nuk lujmë pa na pagu. Ty e logarit që qatë shumë pare duhet për me pagu, se të kallëzoha për shumë kontrata, që ka vleft, sot me ble, s'po di, me ju thonë, ja 2 banesa në qendër të Prishtinës, adin vleft për natë, për neve në atë kohë, pare shumë e madhe. Çka ndodh? E qojnë Ismet Grajincën, arkatarin i cili është edhe sot dhe kësaj dite në klub. Një njeri shumë i vyshëm, një njeri i drejt, një njeri i qetë, një ekspert i fushës dvete, e qojnë hapet banka qendrore sot, në atë kohë ka qenë kontabiliteti shoqënor. Natën. Edhe nxjerren pare qatë shumë, sa që mi pagu të gjithë punëtorët e Kekut për 1 vjet. Edhe pra po i përmeni 2 emna, kush kanë qenë ata që kanë nxjerr. Ka qenë Mirnia Muhaxhiri edhe Ismet Visuka i ushtrisë. Ata e kanë pos, po Dujevës, ata e kanë pos gjërllogarinë e Prishtinës në mbikëqyrje. Do të gjithë janë këta gjallë mujnë me dëshmu. Po na, në ndërkohë kemi njoftu edhe Lidhën Demokratike, kemi shku atje delegacioni, Ajt Shosholli, shefi shtabit, unë e kapiteni ekipit, Nexha Statoci se ka punu në spital me Dr. Bujar Bukoshin, edhe Erolli si përfacu si lojtar, Eroll Salih. Edhe kemi njoftu që na përdoj me qenë ku është populli. Në ka prit Femi Agari, Bujar Bukoshi, aty mrana kanë qenë Agim Ademi, Recep Abdullah. Në LDK, po meni në ajo shoqata e shkrimtarë, ka qenë Qefser Baholli, ka qenë Adnan Merovci, ka qenë Ymiri, i gjati, karatisti, në zyrën tjetër ka qenë prezidenti me një delegacion, e me neve ka bisedu profa Indir Femi Agani dhe Bujar Bukoshi, e kemi njoftu, qka që shtek, profesori njeri i dhanën mas shkencës, hajtë se sport të kjo prap luni, andaj Bujar Bukoshi të regon, këta marin rroga, premia, kanë paret kontratës, sigurim shëndetësor, pensionar, mos i lani se nevojiten paret për mirë po vendimi u pat marë. Edhe atë mramje, kur dalën e prej komunës aty, natën, shkoj te ku është tash ambasade Zvicrës, te hotel ambasadori, Mallë Muhaxherove, kanë qenë qajtorët, ku kanë prit njerëz për me ju njoftu që na nuk lujmë. Veç klubet tjera kanë qenë të njoftume, kanë marrë pjesë në përmbledhje tjera. Edhe prej atij momentit, na e kemi formu Ligën e Republikës të Kosovës futboll, edhe kemi emërtu qashtu. Edhe du të me thonë që kjo ligë s'kish mujt me ekzistu, mos me qenë njerëz të vullnetit mirë. Njerëz cilët i kanë lënë tokat për fusha. Njerëz të cilët kanë financu, njerëz të cilët kanë ndihmu, njerëz të cilët kanë shkrujt, kolegët e juj, kanë shkrujt, kanë udhëtu me neve gjithku. Do të thëtë të gjithë këta, pa qenë këta, as na s'kishim mujt me lujt. Edhe vetë ju e kemi bo një fenomen botnor që unë s'po di alo, s'kom po më bot që ka ndodhë diku qështu. Po tash qa është edhe një mangësi e krejt kësaj. Shumë lojtarë të cilë kanë pas me kriju një karierë të mirë, janë sakrifiku. E tash që këto është ajo ndonjëra i dhënimi që këta djemë të sodi duhen me menu dhe për ata. Se ka pas lojtarë që edhe në atë kohë kanë mujtë me lujtë në klubet të mdhaja. Edhe kanë pas kërkesa, po tash këta duhen me menu që ata kanë qenë që kanë dhënë hapin e parë që këta të sodit me lujtë në kushtin cilat po lujtë. Kështu që nuk bën me haru, nuk bën me anashkalu, në kom thonë shpesh, soar që kritikoj, nuk kritikoj që dikush s'më pëlqen. Ose dikush i ka sytezi, jo, po thjesht kur i kritikoj në du me mbrojt secin lojtar që asaj gjenerat. Secin lojtar. Na kemi dhonë herojt popullit, kemi dhonë martere tjera, kanë shku djemë të ka kalon fanelën, e ka vesh uniformën u që kës ka dalë mal. E ta është vëllaj, ata du të me mbrojt deri në pikën e fundit. Sigurisht. Trajner, largohesh nga Prishtina dhe shkon Zvicër lunë disa vite në tuallë. Si e kujton kohën edhe qysh vendose me lanë futbollin e Kosovës? Ajo largim pak si mezar,
sepse fillun veç represionet, nëse ju kujtohet, mas pari kanë hyrë shpejt afrim të Orlani edhe e kam pas godit me kundakt pushkës, nëse ju bjan men, ja pa të në thy mollëzën komplet. Mandej, në shpejt e na pak, shi të gjithë, jo tone, po të gjithë, të lojtarët, të trenerat, të krejt klubeve, ka fillu represioni. Edhe ty e ditë kalumën e babës, qashtu erdhë momenti, erdhë vendimi që kishte qenë mirë një kohë me u largu. Edhe shkova në Zvicër, në shkrua në Etal Karush, pra po thëmë, aden mund është mësë me qenë i pasun, po i pasun me njerëz, i pasun me kujtime, me sane. Trener ka qenë Michel Ponti, që mas asaj bëhet trener i kombëtarës, me Kobikun edhe me Otmar Hitzfeld, edhe faktikisht njeri që i ka dhënë shtytje shqiptarët me u pajis me pasaporta zvicerane për me lujtë. Ka qenë Milejm Rama i pari. Mas i kanë fillu Gjerdani, Gjaka, Verami, Gjemajli. Të gjithë këta, e unë e kom pas trener në fillim. Edhe e majnë men, në vitin 96, kur më ka thirë për me lujtë Shqipni, Kosova, kur i kom tregu, thash që kështu më ka arë ftesa me shku në atë kohë, s'ka pas me faksa senet. Edhe thash me shku me lujtë për Kosovën, ajo nalje, më këshër këtë, ku me shku? Thash në Shqipni. Dhe ke sa lufta largë për juve, ke lufta në Bosnë në atë kohë. Thash, po një 300 km. 300 km në 3 minuta në luftë i ke. Dhe isha trener, e din ti që ata lojtarë tonë në përmal kanë me dalë, për ato e pa kuptimt. Shaj, në shtetë i qetë. Në shtetë që është shtetë neutral që 400 vjetë s'ka kalu as një ushtri e hujani. E u që ditë këtë, qysh qëfar njerëz jeni jo kështu dhe qysh, për çka po shkani? Po shkoj me lujtë për Kosovën. E ka kësi gjanare që faktikisht kanë ngarku jeta me to. Mirë po kom kalu, mirë se mas një kohë pa ta mëri edhe atje me u bo kapitan, më kanë zgjedh lojtarë qashtu, kom lujtë thash me Samuel Opokunti që ka qenë reprezentues i Ganës, ka qenë një farë Celso një brazilian, nuk ja di emrin e plot, veç e di Celso ai ka lujtë në Flamengo. Në Flamengo, edhe i ke qërë, edhe i ke kom lujtë në Marakan, 100.000 vetë, që tash po lujtë në Zhenevë, tha 3.000 vetë stadion. Edhe për shkak kom lujtë kundër Heinz Hermanit, që ka qenë atë kohë, rekorder, një mes fushor, një flokë bardha, gjata. Në atë kohë, po më duket mi 120 ndeshje për Zvicrën. Edhe një ndeshje me Zamoranën. Shumë lojtarë që ka pas aty që kanë qenë të shteteve tjera, po aja që është mas interesanti, kontakti par me pas dikon që s'është i joni, në Zhenevë. Edhe kontakti par për shallë me futbolist me ngjyrë. Me Samuel Opokuntis që thash, kemi qenë edhe cimera në për udhëtime. I tash një bët kuptim këj tjetër, këj tjetër, po mirë. Jeta të mësën gjithë shka, jeta qënë gjithë ko, edhe shetë gjithë shka. Unë e kumë po për shambull, për herë të parë, se më thujnë shok, i kalëzën këtë sanet edhe qas vynë. Po jo, nuk o marë me kalëzën. Unë e kumë po që tush është me senzor në Zvicër. E ne kemi pas, haloj kemi kështu me rota, ose me ato kështu poshtë nalë. Edhe në Turki kër jëmë po njerën e pare këm po. Me senzor, ose dera S'desha me lëshunje. Derbin e kemi pas lujt me Bazelin, ka qenë Fridel Rojshi nëse u bjanë men një trener gjerman, që ka udhëheq Bazelin, ka qenë edhe treneri Fenerbahçes një kohë. Në për Gjermani klubet të mëdhaja, edhe tash kur hyna në banjo me u pastru për medal, s'kish reze në derë. Edhe pishtin durët nërë senzor për i nëzirë, mos po qelje, dira e kish pas poshtë një plakë në shtjelë. Mu qelje, shë njëri gjithë shka, shë. Edhe është mirë me i tregu se nuk jemi të njëjtë, bre. Normal. Na jemi një qenje, mirë po kultura, tradita, cene, ndryshojnë. Trenerë e tha dhe ma herët, pa karrierë në Turqi, pa shumë histori, s'po ina në atë pjeseq,
Heq. Je kthy edhe ke luajë pak edhe në Maqedoni edhe rikthimi te Prishtina. Kom për lujt me një mbyll vjet karrierën. t'i Kvesht Kavadarcit kur ka qenë trener selektor i Maqedonisë Andon Donqevski. Edhe kur më kanë thirr, mas pari kom pyet qysh me mri deri në Kavadarc. Shumë ka rënë men, Prishtina ka luajt me Kavadarcin përpara në Ligë Po, 2 Jugosllavisë. po. Bile, në histori është e shkruar se Prishtina ka fituar 11-0. Edhe si kom shku ditën e parë atje, ata më kanë thonë, dha ju na keni mujt 11-0 dhe more duhet mi hapë. Ashtë po s'keni ditë me lujt që me bota. Kom lujt atë një vjet, qatë vjet jom shpall qendërmbrojtësi më i mirë në ekip të vitit, edhe i huj më i mirë. Pre aty të komon shkup. Në shkupin e sodit, Slova, jo magna të dikurshme. Edhe aty kom lujt, mande jom këthy në shpi. Jom këthy në Kosovë. Unë relativisht herët e kom ljonë futbolin me 32 vjet. E kom ljonë herët dhe si kom tregu kërkujt. Kur kam fillu pregatitjet, për para pishim kafe poshtë te Bill Clintoni aty, edhe Jusufi Tortoshi, ka qenë trener dhe po, ku je betin stërvitje? Thashe, unë e kom ljonë, qysh be ke ljonë? Ja, ballu bo. Ballë se, po vi ka një moment që E ndjen vetë. duhet me vendos. Edhe jom i thari asaj që njerëz duhet me vendos ma herët. Po. Sepse deshte po s'deshte njerëz kanë me të majtën men. Po. Gjeneratat tash a volëm këta matriçi po vinë s'dina që kemi lujt futboll. Po gjenerata e mesme dhe vjetra të shohin, të respektojnë, të nalin, bisedojnë, bojnë foto, sot e kësaj dite çuditë njerëz çysh është kjo punë. Mirë po, një thonje që ma thej ke vllau mu shpesh thej ke ma miro me lon topin se me të lon topi ty. Po. Aden? E kështu në herët të lash. Edhe Jusufi tha, okej, tha, e ke lona po, ani. Hajde tha nesër në Dragodan ora 12 kemi stërvitje. Është po ne kum lon. Tha e merr një kronometër, e qatë në qafë, tha dhe vjen trener me mu. Unë shkua si për mahjun e meta trener. Ditë sodit. Dhe me thonë s'pas ke pauzu heq, pej Heq. futbollit. Ato si Kur ju kom ndims thonë, edhe- kur ju kom thonë në shtëpi për shkenë stërvitjeve që di që veç bënën me dorë të lese kës Se lej ka. kës ka kaj fjallës, kës shfaq. Djedha s'po luj sot. Që kështu? Jo, është nana e me ndjera dhe i ke krejt kom po, dhe i ke edhe pej drogës po shnoshen, njerëz veç pej futbollit. Veç pej futbollit. Kejt e thojnë. Varësi është. E për mene ke qenë një kohë ndims të Prishtina, të ka ra pe luftës edhe në pavarësi, në liri tani, që shë kujton kthimin e parë në objektet që për shumë vjet nuk stërvisim, nuk lujmë, nuk ka shikus. Kemi pas shku njerë me Fadil Berishën masi që u dajtëm. Do të thot, masi asaj mledhe që u përmena në komun, të nesërmën, e kemi bo një gjysë stërvitje, mas nesër kur kemi shku kanë qenë këtë njerës tjera aty. Na shku mi morë këpucë tona, kopaqët, Po. e nuk na lanë me hi. E prej asaj kohë mu, heq, mos me trajt, 2-3 herë kom shku kështu, te dyrë, Dhe të dyrët me këshyra, dhe me dyrët e këshyrë që kalte. ka që s'ka, me im rana ju, me im rana ju. Edhe mani, kur kthesh e shet që është një farë ndjenje e mirë, se ti po kthesh që aty ku menon që ki lind. Po, normal. Menon që ki lind, edhe tona e she qysh është prish objekti, qysh është fusha e damtume, tjera, ti dush me anis me punu, me stërvit, edhe ke që ato me u regullu për ma vonë. Një ndjenjë mirë që je kthy, po një ndjenjë e diqysh e përzime që s'munësh me punu qysh duhet që ato kushti. Po. Që ajo është që për me anon e sot, ta djemti kanë kushtet fenomenal, nga herë se japin ato që ka duhet. Trener, pas kohës si ndims, veç fillove si trener i parë dhe bukur shumë ekipe të Kosovës ke udhëhec si Besa, Gjiljani, Drita, Hysi, për një kohë pak edhe Prishtina, Ferizaj, Trepqa të thënë. Trepqa të thënë. Feronikli. Feronikli. Cila është koha më e mirë për ty si trener, ose me thonë, pedicit e se cila garant ke kalu mirë, i kje kujtimet
e tua, po ku kishe mujt me veçu pak? Jo, me të vërtet du të me thonë që me secilin klub edhe me njerëz të secilin klub edhe lojtarë secilin klub, unë e kom hala raporte fenomenale. Edhe në thrasin edhe më respektoj një kallëzova i Saku, i sekretari, shumë vjeçari Feronili, thot Armënon Morina o treneri kiametit. Sarë që është keq, Armënori se stabilizohet puna vin tjertë. Po fati është çështë. Fati është çështë. Tash njeri nuk mundet me anku për atë. Duhet me thonë faleminderit që kom mundësinë me punu. Edhe me bo diçka. Se për mena për shembull, drita ka qenë gjithmonë nalt poshtë. Po, Unë e kom shku me kolegë, me njerëz klubit, me kretë, o stabilizu klubi. Po. Kemi fitu ndeshje që s'jon fitu me ka 7-18 vjetë. Kemi bo derbit të mëdhaja. Në Gjilan njëjtë, besën e 5 e kom marrë kur ka qenë fund tabelës për një pikë na ka ik titulli. Feronikli pa fush, pa stadion për loj, pa gjveshtore, pa kur gjejsh t'ju munu me organizu njerëz klubin. Ju ndodh, çka ju ndodh me kryesi, ju spjegova atëherë. Edhe njerëz pak shpërndahen, po prap mas 11-12 javë venën e 5 kemi qenë. Ata djemt kanë qenë djemt mirë, punojshin. Kosova ushtris, mos kishte pas probleme financiare, kish me të dyta e treta, ku kemi qenë. Ose me Trepçën të 89 kur kom shku si ndims faktikisht. Se nuk o marrë me thonë që po shkan si ndims, se puna ka mu bo, si ndimse si shefi. E fitojmë derbin me Prishtinën, ose derbit që luën drita Gjilani drita, hysi, 9 pika mas Prishtinës, bëhet kampion e tjera, do të tëtë, kime e bo punën në mënyrën më të mirë, që me lëmë përshtypje të mirë, edhe njerëz mos me kthy kryt kur çojnë në rrugë. Çfarë është çani kryesor? Ose për shembull Ferizaj, edhe në Ferizaj kom shku mas 6-7 xhirove po m'duket. Edhe kemi nxon vende, por bile rekordin e pikëve të fitume çat në Ferizaj. E kom pasur si trener i Ferizajt. A din qysh? Është një farë periudhe kur ti s'munësh as me zgjedh, as nuk mujnë me zgjedh. Për shembull, tash e kom pas rastin që i kom pas 2 oferta super të mira. Edhe s'ko mujt me shku për asaj që jam Maqedoni, po që jam treneri i ushtacionit. Duhet me përmen edhe Arbrin. Arbrin e cila ka qenë, besoj që ju pajtoni hit. Shumë lojtar shumë interesant. Arbria ka ra prej ligës me pika sa ka ndalë mandej në Evropë me lujt ekipet. Qatë vetë po. Edhe ka ra për ligë 100 e kusur stërvitje. E moj men që shka ra për ligë. Po, moj men të gjithë. 100 e kusur stërvitje jashtë Lipjanit. Po, krejt jashtë. As një lojnë Lipjan. Komplet kampionatin si mysafir. Me mas shumë të fitore si mysafir. Ju bëni probleme, krejt. Me mas shumë të fitore. Kejt me pun. Edhe vjen momenti që bjen qysh bjen. Po, edhe është pjesë e jetës. Sepse shpesh të i ke ba vend dhe i ke kur i këshur ke shtu dhe i ke spikuptej dhe i ke këto klube dhe shap se me ba spikuptem. Po dha 10 nuk buën kampion. Po, kejtë shyre. 10 nuk buën, një buët kampion, a i kanë qitë hesapin mirë klubet. E tash qashtu është, kejtë nuk buën kampion. Po. I përmenëm gjithë këto klube, po klubin të në zemrës, ku i rritë si fëmijë dhe deri në pensionim edhe i ke ushtru krejt detyra tjera, drejtor sportiv, dims trajner, po trajner ke qenë veç pak ndeshje. Po nuk e ke pas fatin me vëdhesh një sezon tonë. A është pengu maj madhë si trajner? Unë e kom qenë bile me kështu me përshkrim ndim si i parë. Po. Edhe jaja të shëshullit, trajnerit tem, udhërëfysit tem, prindit, s'po di që më kallëzu se është njeri cili sot e kësaj dite kujdeset për të gjithë neve. Po, e vërtet. Nuk kalon java nëse s'jemi taku pa thim telefon, qa po bën qyshe, a e ki po filanin, se kom thim telefon, po bacet, kejt njëri jemi. është njëri i cili
në pamje të parë, me atë seriozitetin e vetë, ti thush, bacëset veç mi thonë mirë dita edhe me ikë. Ja, shumë i mirë. Po është shumë i këndshëm. Shumë. Është shumë i ambël, është njeri që kujdeset për çdo sen. Për çdo sen. Ja, për çdo po me bacënet kom qenë ndims, me Jusuf Tërtoshi ndims. Ka me Dinxhega ndims. Tash, në ndërkohë, sa që janë ndru trenerat, mu beke me udheq një lojë 2, ama kur s'ma kanë thonë ekipin me udheq një kohë ma gjatë. Për çfarë arsye nuk e di. Nuk e di. A është pengo? Po, ja gjithmonë aja. Ja, gjithmonë jetë, sepse ti në herë menon ka dole, unë i kom dhënë klubit gjithë shka, qa ka bo klubi për mu. Se klubi ka bo për tjerë që se kanë shti në bërgj klubin për Kurgjeq. Kur e shumë si do mos vitet e fundit, kush e ka udhëheqë, kështu thu. Bash për Kurgjeq se kanë shti klubin në bërgj. Nëse se kanë shti si lojtar, as si njerëz të klubit, as me rezultat se kanë shti në bërgj. Heq. Kështu që këto janë krejt ato përgjegjet cilat kishin hyrë me edhe njerëz që kanë udhëheq klubin, por nuk e japin ato se të na qelen shumë tema tjera. Trener, thamë jo kon trener edhe i Dritës edhe i Gjilanit. Do të thonë një prej derve më të mëdha në Kosovë. Bashkohën kur janë nisin me shpërthyt derbit, se gjatë kohë është ai fillimi mas luftës që është një rivalitet shumë i madh, pushon disa vjet se ose njëna ose tjetra ligën e parë. Edhe kthehen dyat e bujnë një farë ekipe kështu. Qysh përjetohet ky derbi edhe a është më mirë me koni koça i kaltërt në derbi Gjilanit? Jo, është më e mirë është që tash me qenë telefonin. Ti ki rezultatet mira në derbi. Po. Une me qenë tash telefonin ishini që kom kontakte edhe me Dritës edhe me Gjilanit. Kontaktet përditshme që më lajmërohen, thrasin kryesit e klubeve që kanë qenë njerëz që kanë udhëheq klubet, etj. E tash qyteti u ndajkin dy pjesë. Edhe kafiqat ndamas, edhe restoranet, edhe shtëpijat, krejt sanet ndamas. Po një atmosferë fenomenale, edhe unë pa ta thonë, masi na u ka huk derbi Prishtina-Trepqa. Po. Prishtina-Trepqa, kemi vyt me kultivu Drita Gjilani. Në atë kohë e kemi paspru gazetarët e Glory Magazin të Londrës me shkrujt për derbi. Unë e gazetën fatmirësisht e kam në shtëpi, ku shkrujnë për atë derbi, edhe mas që aty në shkrimeve e fusin edhe në YouTube diku më kanë tregu shok që është në rreth derbit më të zjarrta të Evropës juglindore. Ajo nuk o bo me baklava. Po ty fol, ty bisedu me njerëz, ty informu etj, ty u qu sekvencat lojve, publikun, po ka qenë një sen shumë interesant, kur ka pyet ai gazetari dha sa vet, bon, po i thojnë këta, po bonja 7-8.000 vet. E ai po këshyr njerë diçka po e shohim na që diçka se ka të qartë. Po tha 7-8.000 vet, 10.000 vet, për atë stadion është shumë. Tha ka hin. Po ka që dera që atje, tha 10.000 vet ka një derë hin. U që ditë kësa, aja ka percepcione dhe perëndimet që janë stadionet. Mirë, po edhe që atë derbe e hupëm. E hupëm, tash po luhet në atë stadion me bare artificial, s'ka tribuna, s'ka kur gjë. S'ka kushtes. Ai stadion halati u ndërtu. Prap, e thëmë, une i pari kom qenë që pa ta protestu, më pa të në kritiku, bile ty më thonë Prishtinalia po full për stadion të Gilanit, po e mira që tash po thojnë Prishtinalia kish dit me kohë. Edhe është gjënamës me pos Gjilani dhe Drita një stadion që i plotëson të gjitha kriteret se aty është derbi shumë i flakt. E kam një përshtypje si të Gjilani ke kalu më mirë. Ja, të dyjat kom kalu më, ja, të dyjat, unë edhe sot dhe kësaj dite i kom raportet mirë me të gjithë. Nëse të vjen me zjedh në lejtar që të ka pëlqy dhe të Drita të Gjilani kuën që i ke stërvit, vesh ka njotë, cëllët janë? Po në Dritë pa të mpru Gjevdet Shabanin për Lepencit. Që ka qenë një djallë edhe Bekimi ka pas përmen në mision të jo kërja ka pas bu kontratën ma vonë. Po me këqyr Gjevdetin kështu, kur vjen në stadion,
Ti thosh, jo, be, po çfarë ky futboll, frynera, ta xhunkët. Pa e lojtar qaq i zhdërvjell, qaq i mirë, teknik i mirë, i fuqishëm. So i thot ka qenë, ai ka qenë shumë i fuqishëm në duel. Do të thotë një lojtar perfekt. Një lojtar perfekt, ose Bashki Mahmeti, apo ju kujtohet? Po, Bashki Mbrojtës. Bashki Mahmeti që ndërmbrojtës që ka lujt, mbrojt që ndërmbrojtës. Po, me tren. Qaq, me që më ka lujt. Artan Latifi, Portieri, po, drejt. Ose Knen Gilan, Albani Hyseni. Po, që ndërmbrojtës. Po, lojtar fenomenal. Ose që këtë Gjamalli që jo këthy tash pra Parago, unë e kom pas gjetë aty, edhe të na bëj ke hajgare dhe ke baba number 1. Sebe baba dhe ke mas pari tha, ma ke ndreq me hongër buk në restoran, edhe e dyta tha, s'po vrohna mu në stërvitit që shumë vroh, edhe po luj, edhe luj ke mirë, ma ne shkaj lujtin e për Evropë. Po, në Azerbajxhan mur kontratat mira. E mur pasaportin e Liberis, po lumë për Liberin, edhe pse është Ganez. Po, Ganez. Shumë tjera, Armend Thaçi ka ardhë, Po, Armend Thaçi ka ardhë, e ka hjek Prishtina, Po. kemi marrë Teone ka një reprezentacion, kundër Moldavis ka lujtë në reprezentacion të Kosovës, po 3 stërvitje një javja kom bo speciale për mbrojtje. Po. Ose Ilir Blakqori. Ilir Blakqorin e kemi marrë në darsëm. Tash Ilirin që e pagun lapi me 1000 euro, po. po. Do me thonë s'kemi gabu. Ose Një dhe lejtarë të Firizajt. Arbios Thaçi, Po. Gjoni. Po, mësë shumë. Një djali vyshëm, pa goj, punëtor, sot dhe kësaj dite po lunë, ose këta të Ferizajt. Bojar Shabani ka ardhën të unë në dritë si që ndërmbrojtës. Po, Unë e kom shti me lujtë me sfushor, kam jetë me sfushor. halja lunë dhe se. Po, me sfushor. E tjerë, tash mos t'i përmeni se dikuj t'jesim Po. Genci, Sermagja, Po, prej Prishtinës vjen, në dritë, lunë super. Po ka pas edhe lojtarë të cilët kanë qenë totalisht pa njoftën që i kemi marrë edhe aty, të dy klubet, edhe kanë lujtë, edhe kemi bojë ekip, kemi lujtë, mandej gëzim Rusje, betime, plot, shumë lojtarë, po tash, po thëmë mos me hy me emra se dikon e harojmë. Unë e kom pas edhe në Trepës lojtarë shumë të mdhej. Po. Elvis Osmani, Shpëtim Idrizi, Lindrit Misini, Mangjolli portiera, Shosholli, Baliqja, o kona o kon Prishtinë. Emi Baliq ka pason Prishtinë. Prishtinë, Po. E kam pas e zenë rasë shumë të mirë, kanë lu futbol të Ekipe e taj. mirë, ekip e cila s'ka pas nevojë për me i shty me punu. Se kanë punu, kanë qenë punëtor. Kanë qenë punëtor të gjithë. Trener tash, Ose në pej, se shep Shonfe, klubin edhe klub. pe. Mensur Duraku, Fetim Kasapi, Valmir Bytyqi, Fisnik Papuqi, Florent Papuqi, Leki Qoraj, Kastrioti ardhë prej me lujt, Kastrioti Reqa. prej Prishtinës, Karaoda. Bile Learti, për kjaj gore një Fidani. Shokioni dhe Learti, Gjerës. Fidani, po. Po, dhe i ke në Prishtinë një gole ka dhënë 8-15, po Po, thashtu s'po kthehet të i krasane. Vllaznis Shkodrës edhe lunë shumë. 15, jo, 17 i ka dhënë Kastrioti, 15 i ka dhënë Karaoda. Po, Që kështu lojtar, këta janë të gjithë lojtarë po të konë cilët shumë kanë interesant me lu me dy sulmus të maja, lujsh edhe. Shumë interesant. luajtur me dy. Qatë vjetë Dy Prishtina kulla vinjake. në 3 loj 3 herë i kemi. Po, Këtu i pa të mujt 4 me ne, 4 po me bre, 2. shumë keq. Po, ka qenë Mark Milicaj për shembull. Po, Mark Milica lejtar Mark interesant. Milica një Edhe djalë. Qoraj konë shumë lejtar i mirë, po Qoraj nuk Leki, nuk e po. pat fatin. E se pat një konë- lëndim Mandela, Po pak konë shumë i talentuar. Shumë. Tepër i talentuar, lejtar shumë i talentuar. Dabiqaj. Dabiqaj, po, unë e kom mas shti po, prej mas pari ka trijeve me po. lujtën pej. Edhe ka qenë që kështu djali edukum, djali i urtë dhe urtit, punëtor, tërhekun, punëtor. Edhe unë i thësha jepsha liri me shku në sëll. Box to box. Fuqishëm, Se po, qashtë e ka s'ka pas, liresh, po. po, a hezitoj ke merë, ke jep, ke lojtarë. Edhe të drita lunë që ashtë të Po, sa. e Fati Karaoda, një djallë shumë i qelun, Fatiho, i ka thonë, o, Albert, qërë edhe aty trenerin se nje. Po të shkon sulmë, nuk shkon sulmë, ka me të lidhë për golfi, me të ngreje ditë i gjatë. Fatiho. Po. Trener tash te Kosova u shtatumet si trajner i parë. Qysh qëndron situata në kombëtarën e Kosovës edhe qysh jem me talent a presum në të ardhmen e afërt me rezultate pozitive.
A jem të zhvillu si Rezultatet- pe ekipës zinxhire. Rezultatet janë, me thonë, diskutabile. Po. Pse? Unë po dheqi faktikisht që 2 vjet. 2 kvalifikime që i kemi pas 4 ekipe që janë në 10 më të mirat në Evropë. Anglia, Kroacia, Belgjika edhe Ukraina. Nuk kanë qenë rezultatet që duhet, mirë po shumë faktorë janë që ndikojnë aty. E para që të gjitha kombëtarët edhe ato më të voglat, se tash po duhet me i përcjell në detalje edhe këto që si kom përcjell kurrën, është hera parë që punoj me mosha të vogla. Edhe aty është një filozofi e posaçme. Aty me pas filozofi dhe me prind tyne, Me krejt, edhe me menaxhera, edhe me prind, edhe me lojtar, edhe me trener, edhe me të gjitha po, krejt ato po përballon, mirë po. Të gjitha ekipet përgatiten vere dimën. Pse? Se brumin e kanë kampionatin e tyne. Na i kemi fëmijë të shpërndam. Na i kemi atë sistem që duhet me i afru edhe këta të perëndimit që i kemi, mirë po edhe tonë që i kemi në këtë ligë, me inkuraju për me lujt. Po, e para, e dyta. Në kampionat vendor, lujnë 2 gjenerat. Në kampionat evropian, në garat të UEFA-s lujnë 1 gjenerat. Do të thotë vjetë kanë lujnë 2007, si vjetë për lujnë 2008, që e kryjnë tashën mars. Fillojnë me njerë 2009. Ta shka ndodhë këtu? Këtu kemi lojtarë që klubet i mojnë, e dini që i mojnë numër të madh lojtarë. Edhe për shkak gjenerata 2008, si vjetë kanë lujtë region. Pse s'po lujtë Super League? Pse kanë lujtë me 2007 që ma të vjetër me fitu titull, me thonë që çka kemi bërë na. Po s'po fitojmë kurgjë. Kurgjë s'po fitojmë, pe upim një gjeneratë. Tash që ato po duhet me ja shpjegu prindve. Se prindi do djalin e kom shumë talentu, ku po të lunë region, që s'po lunë Super League. Apo kuptan, është një farë disbalancë, e para, e dyta. Djemë që i kemi në perëndim, nuk janë të moshës madhore. Perëndim ka ligje strikte. Për shkak Gjermani, Zvicër thotë, ok, klubi po elshon shkolla, thotë jo, e ka prish suksesin. E që kësi gjana ka shumë, deri te ajo që tash fëmijët e kanë mundësinë me zgjedh. Ti po jeton perëndim, je për shkak në Suedi, zgjedhja e parë Suedia, zgjedhja e dytë Kosova, Shqipnia. Edhe tash po zgjedhin, po këshyrin ku ma mirë. Na e kemi qatë keqe që nuk mujmë fështirim ledhin. Na bojmë grumbullime muj për muj. Kombëtarët që matë shumë të grumbullime ka të na, janë U17. Se në plan programun e kër e kom dhonë vitit kalum, muj për muj kemi pas grumbullime me djemë tonë, edhe verës, i mbledhim shumicën për këtën e jashtjen, edhe organizojmë kamp për këta futbolistat Evropës jashtë, që me pas malet, ose me bo shpenzime. Mirë po në gara kemi shku me 4 ditë stërvitjet për bashkët. S'la mundësi të lujtuna mitësore e tjera, kundër një Belgjike që i ka lujt 8. Ose kundër një Ukrajine që na thojmë lufta. Po lufta po ata po lujnë, po stërvisin që tash plot Antalya është me ekipet Ukrajinës. Edhe jo vetëm me ekipet para, shkoni këshirni, keni U19, U17. Po na e pom Dinamo Kievin me dy korrikuni, pom deshjet. E pom niveli. Niveli e tash loja, çaja loja, unë kom thonë se 2 lojtarë të mi kanë lujt aty. Ka lujt Rini Ahmet edhe Omer Shala. Që në Prishtinë kjo qërë. Rini, po. Bile Rini, unë e kom promovuar dhe në kapiten të ekipit që me qenaj një reklame mirë për lojtarët Kosovës që edhe në kuadër të lojtarëve të Evropës që vinë, mund është më bo kapiten. Edhe ajo menoj që nuk e kom gabu. Ju kom të regu që është lu në Ukrajina, i kemi bo analizat se na fatkeqësisht nuk kemi video analizë, kemi trener kondicional, po i bojmë punë të vetë, që nuk është marrë me i bo. Edhe ju kemi bo video analizën e lojës të Ukrajinës. Qysh lunë qëndërsulmusi. Edhe në qato që kemi insistu na mas shumëte, qaj qëndërsulmus na ka shënu godhë. Po qaj qëndërsulmus o shqitë mas turnirit. O shqitë dhe lujtori Kazakistanit tash në Angli o shqitë. Me Kazakistanin 4-4, me Ukrajinin 4-2, me Belgjikën 2-1, dhe me thonë deshet hapëra. Po, na kemi udhëhesh 2-1 deri në minutën e 35.
Kemi dalë vetë me portier, Rini ka dalë vetë me portier, e ka rëgju portierin një në nënë, mirë po ja ka qëllu kamën nënën tjetër, Ja, po. topi gjatë mas asaj, që ndërmbrojt që nuk e percepton mirë a me koka me kam, bëhet 2-2. Mande e bën potezën këtë djali që u thash këtë sulmusi, Jo. na bën 3-2, edhe Shfaqës. manej veç ka qenë rutinë. Me Belgjikën 2-1, një lojë që një 65 minuta është lujtë në portën e tëne, mirë po, s'ke fitu. Dhe tëtë diçka po mungon. E unë e mendoj që mungon që ajo mundësia për me qenë sa ma shumë bashkë. Me qenë sa ma shumë bashkë. Lojtar që kanë dalë që po lujnë ka. Mirë po edhe mos të mashtrohemi që kemi edhe shumë talenta në për klube. Po. Se nuk mundet me u punu me grupe të mëdhaja. Se për me perfekcionu një element duhet me përsërit sa ma shumë. Po, në. Me përsërit. E ajo s'po ndodh të na. Se ka shumë lojtar, po i ndojnë Rezgjan, Superliga, e tjera, dhe mandej po hupet efekti. Gjatë kësaj jave u zyrtarizu kampionati për bashkët Shqipëri-Serbi për Unistenisha, që realisht neve na prek pa kjo pjesë, pasi që na gjithë dhe kina kalu edhe dim edhe sot çfarë probleme kemi me fshin tanë. Po në Shqipëni po promovohet që zhvillimi i futbollit, na e kuptojmë këto që do të ketë zhvillim, po si ke priti që e ke përjetu gjithë këtë kohë dhe si lejtar dhe si trener që shëtham atë kohën e viteve të 90-ta dhe të pas luftës dhe të pavarësia. Po unë pa ta folë edhe në fillim kur ka dalë vetë si ide, që Si u dalë si ide, unë e kom ditë që bëhet, se nën kryetari UEFA-s është... Po. Ishin kry këtë procedurat, vesh me... Po. Unë kom qenë kundër edhe atëherë dhe tash e kom shpreh prapë mendimin tem. Jo për me tregu në patriotizëm të madh, se ata që kanë tregu patriotizëm, Po. janë edhe ma trima se unë ata kanë marrë pushkën dhe kanë dalë, ju kanë kundërvy një superfuqie. Unë e kom bo qatë so kom ujtë me bo në forcën teme, në takatin tem. Mirë po. Ty e ditë që të gjithë na kemi njerëz të vram, njerëz të humbun, njerëz persekutum në për burgje, në për sene tjera, ty e ditë që ka kemi përjetu, edhe që ka po përjetojmë edhe sot, edhe pse si kemi këtë. Që ka po përjetojmë edhe sot, po nduket që pak e ngutshme. Po, ka me pas zhvillim, kanë me pas fonde për renovim stadiume, bilion t'ju renovua, në Rogozhin, po. t'ju krye tjera, po ta shtrohet pyetja, a është ana materiale mbi anën Emocionale, njerëzore, emocionale dhe njerëzore. Ajo është pyetja, edhe menoj që këtu dalloj njerëz. Nëse dikush zhvillimin e futbollit e sheh me këto investime, atëherë okay, e ki bu, vazhdoj punën tënde, po unë e menoj që për kahana nacionale dhe për kahana njerëzore është pak herët. Unë realisht menoj që është një mshefje e mos sukseseve të Federatës Futbollit Shqipënisë. Kështu realisht menoj kështu, se futbolli i Shqipënisë nuk prodhon. Është shumë i dopt. Nëse Kosova arrin me çu ekipin e vet 2 herë në grupe, edhe luajnë në play-off, edhe ekipet tona performojnë më mirë se Shqipënisë, domethënë atje sot të funksionon një zinxhir. Nëse ti ke infrastrukturë shumë më të mirë se Kosova, edhe nuk arrin me prodhu një lojtar, talenti më i madh i vitit Del Rashica që u rritena, lojtari më i mirë i kombëtarës është Berat Gjimshiti, zemra e ekipit është Ylber Ramadani, ti nuk je të prodhu lojtar, edhe je të mshef çat dobësinë që i ki mbrana kampionatit dhe mbrana futbollit tonë. Tash qysh me bo ti që me bo lojmet mëdhaja për kombëtarën që diçka po punohet është me bo një kampionat unistene, me fitu reklam, me menu që atjo është gjithçka mirë, por realisht unë mendoj që futbollin e moshave e kum pa edhe lojën Byles dy Korriko te UEFA Youth League. Ata vinë luajnë me 9 lojtar të huaj kanë, domethënë 6 nigerian, 3 brazilian, kampioni i Shqipënisë, në grup mosha, mi pas 9 lojtar të huaj pe 18-ve, mu ka do, domethënë çudi e madhe, absurde.
na I kena 18 lojtar, kitë Kosovës edhe I mujna mrena jashtë. Dhe me thonë, nëse ata kanë infrastrukturën dyre më të mirë se na, kanë me ndrejtë edhe ma shumë tash, ata janë të e mshef që ta që Shqipnia nuk është të prodhoj lojtar. Është menimi jam kjo, dhe me thonë. Po jo, ajo është edhe me një farë kryforcie I përmban disa seneve që Po. I bojnë. Unë për shembull edhe para emisionit folëm, thashë ne më shumë për sistemin gjerman të punës se sa për sistemin italian. Po e kanë. Atje defilojnë trenerat italian tanë kohën pa naj sukses të madh. Defilojnë trenerat sërb. Pa naj diçka të prekshme. Po. Mirë po tash në anën tjetër nëse po flasim, ndodh shumë shpesh që prodhimin tonë e marrin, prodhuesin se marrin. Edhe kjo është pikë pyetje. Jo vërtet. Edhe kjo është pikë pyetje me tregu dikush atje, pse një trener I Kosovës, pse s'mundet ta vrim të Orlani me shku, Bekim Isufi, pse s'mundet me shku me udhëheq në ekip, Gani Sejdiu. Pse nuk mundet me shku? Atë na nuk Ismet Munishi, pse nuk mundet me shku? Kom dëgju një ditë në një televizion, tha, nuk e njohin ligën, po na nuk merremi me kombajna, me prodhu kombajn. Na merremi me çdo liga I këshyrim. Ja na kosovarët këshyrim shumë liga. Po. Ja kërkush hiç. Pa I keni provu kosovarët që me pa mujnë me udhëheq ajo. Ku e ka ditë ai Veselinovici ligën e që ka Partizan, apo? Do me thonë, po këto janë zgjedhjet aty në që I mojnë klubet, edhe aty s'kemi çka me bo, është ekonomia tregut edhe ditën e mirë. Mirë po, sa I për të ketë organizimit, unë e kom thonë mendimin tem edhe them prap. Unë e them mendimin tem prap edhe të qëndrojmë as asaj, se ma herët ju kallëzoha që për të mira materiale na kemi mujt me siguru vetën. Jo na po komplet gjenerata e vitit 91 në krejt Kosovën ku janë me siguru vetën për mos me menu për një tarë me heq, mos me pas brenga. Po e kemi vendos me qenë atje ku është populli. E tash kjo që shka me qenë, nuk e di, edhe drejtën me thonë as që po kom qef me lodh kryt shumë me atë pjesë, se kjo pjesë veç ka morë fund. Po. Po për neve, atje. Edhe pse na në grup me Spanjën, Rumaninë. Për fund ta bëjmë këtë pyetje trenerëm. Me qenë se vetëm ka dalë shorti. Po. A ka gjosa Kosova tjetë pjesë e këtij organizimi? Spanja, Rumania, Finlanda, Çipro edhe San Marino. Po. Qëni Kosova edhe reprezentacioni unë ishte një afrimi me bashkëpunëtor, me Kukën, me këtë Gencin, me Valmiri ka qenë me ta e tjera, kanë bu një punë të mirë. Mos të harrojmë që ata kanë luajtur me një Gjermani, një ndeshje e cila ka përfundu baraz. Ma herët për çat Gjermani. Sot portieri ushit. Po. Me çat ushit. Po. Ne lexova deklaratën e drejtorit sportiv. Po. Tanë çat ndeshje kena pa tha dhe e kanë po edhe mandej kanë po ta edhe shumë ndeshje aty ku. Po çajo është ndeshja që u ka dhënë. Po. Si që ka dalë një deklaratë për shembull për një portier që kanë thonë që është portieri I mirë, ama po I mungojnë edhe një 2-3 centimetra. Se ata gjermanë të këshyrin ju janë me laps krejt. Edhe duhet me thonë që afrimi me bashkëpunëtor kanë bo lojt mirë. Mos të harrojmë na kundër Kosovës ka lojt një ta. Jonathan ta ne po e shohim Bundesliga çfarë bën. Po tash është problemi te na po dalin çasi lojtar. Pse s'po dalin çasi lojtar te na? Pse është rrit milioni lojës në ligë tonë, ma I ka dalë shumë kategori të reja po foli, se që është perëndim. Është sistemi stërvitës, pikë pyetje. A ka gjana tjera, dhe këto duhen mundru. Unë e menoj që Kosova ka lujt mirë, edhe është një përparësi që afrimi ka edhe këtë vjetë shumicën e këtyne lojtare, që kanë edhe tash me në kamp me Foden, ku ke edhe kë Lirioni Abdullahu I grup moshës teme. Edhe mendoj që afrimi ka me bo prap një ekip mirë. A mujna me befasu, po me pse s'mujmë. Normal. Pse duhet me umunu me befasu gjithë kanë, është shumë normale. Por jashtë të Spanjën këto tjerat janë... Po, vjetë kur kemi lujt na me Anglia na ka mujt 4-0. Për na e kemi qillu shtyllën, edhe 2 herë portierin vit gollit e kanë zirë topin. E mande kanë mujt Kroacin 5-0. Edhe tash kur rrin aty në hotel edhe kur lojën e ke hub gjithçysh,
Po tash fillon edhe pak hajgare me bo, me relaksu situatën. I thush që ti e ki qillu shtyllën, i ka mbrojt 2 janë vit gojt, ata kratë gjysën se kanë kalu. Jo me thonë, ka diçka. Kjo është kejt pun hajgare, mirë po menoj që Kosova ka bu një punë të mirë. Unë 21 kam bu një punë të mirë, edhe mujnë me vazhdu. Tash, i dim Romund, produkti shkollës ruse, nëse kur gjë tjetër fizikisht pregatitun maksimum, edhe elementi i cili mu më lënë përshtypje gjithashtu pranime pasimin lëvizje, cilën na kanë dëshmu këtu në lojë, nëse kujtohet, apo kujtohet. Edhe unë e ku marr si shembullat Dragushinin që është në Tottenham. Vjetë kur kemi lujt atë lojën që u ndërprej 50 e kusur minuta, so gabime i ka bua ideal në pasim, për neve ka qenë super. Bile na i kemi pas rastet tona nëse ju kujtohet. Edhe qotë selektorit tënë edhe ju thot me dorë, 4 i fundit mos me dalë. Se bëshin gabime, sidomos Dragushini. Po tash e keni po Dragushini sa pak gabime bën pasim? Se ka në klub të madh dhe kanë perfekcionu edhe ditën e mirë. E unë menoj që janë ekipe fort. Spanjollët po dihet, sistemi aty është sistemi e tablum, ata e bojnë pejk në për klube e gjithku. Edhe Finlandën që pak e njohim. Po, ty e di çush ka lujt ekipi por gjithmonë me shumë vrapim. Garantë edhe këta janë se mentaliteti në pyetje, po. Edhe San Marino me Çipron dopt tanë letër. Letër, po, mirë po, dopt Mosko. Dhe me u morë një rast, një Gibraltar, shkon në pregatitje ka 10 dit, 15 dit e mandej vjen në gara. Do të gjithë po punojnë, të gjithë po investojnë. Për fund Superliga, qysh është këtë javë fillon, kanë shet për titull edhe për mbijetesë. Po, a dini qysh Superliga prej vitit vit po bëhet më interesant. Drita ka tregu një stabilitet, Drita ka ekip të mirë, ka lojtar kvalitative dhe ajo që ka është më me rëndësi, ka lujt në kontinuitet. Lapi ka pas një ramje, edhe është për mu normale, mas disa vjetë në kryt tabelës edhe kupa e fitu medalja në Evropë e tjera, ka një ramje, të cilën me siguri e kanë gjetë pse e qka e qysh, mirë po situata e tyne në këtë moment nuk është bash e qetë. Me nejtë qetë. Po, me nejtë qetë. Gjilani njëjtë, sepse pa morë parasysh kur qka e deklarata, e dim të gjithë na që jemi në futbol që investimet janë bo për ma në fund me luftu për titull. Tash nëse gjatë rrugës ka ndryshu, diçka është mirë me tregu opinionit edhe me ditë edhe simpatizust edhe opinionin përgjithësi. Po, në bazë të rezultateve dhe të lojëve kanë qenë nalt poshtë edhe nuk kanë qenë ata për cilët o fillu kampionati, sepse treneri për fillimit ka pru lojtarët të gjithë që i ka desht edhe ka shku qysh ka shku. Prishtina, e cila si mbas me nuk e ka të qartë hala apo dën me përtri ekipën, apo dën me pas lojtar që ka mishit. Defilun disa lojtar me ngjyrë, tash po e shoh disa janë largu se s'kan tregu kur gjë, domethënë veç u hub një 6 mujor, tash ka prap një djalë prej Francës, prej ligës të 5, i cili në përgatitje ka dhënë disa golla, tash shohim të shko në kampionat. Po më e mirë është që prej shkollës futbollit kanë dalë disa lojtarë aty. Po. Që ata janë lojtarë të cilët me pak investim i kinë ekip. Ballkani me një periudhë ku faktikisht gjana duan me ra në veti sepse ka shku treneri, Daja, Kardh, Shehi, edhe derisa e ka njoftu ekipin me nëjë tash edhe veç ka pas kohë, kanë pru edhe ata disa lojtarë, Malisheva shumë stabile, me shumë lojtarë vendor, mirë po me një paqartësirë dhe asaj se kënd përshesin, kënd s'përshesin. Po ka informata, ka interesim për Hazrollajn, ka për Brutin, ka për Velion, e tjera. Unë Velion e kom pas thirë, edhe në kohën kur kom qenë në Arbrise, a i lyk janë Amisadik. Edhe është një djallë shumë interesant, dhe një punëtor shumë i madh, mirë pa i ka vendos me metra Amisadik, tash në Malishev, dhe tët ekip stabil, për mu ekip stabil i cili ka punu mirë.
Po. Ka punu mirë, Bekim Isufi ka punu mirë me ta, e ka ndihmësin aty me veti që është shumë punëtor i madh. Edhe kam bu një ekip mirë, tash tjerat, Ferizaj është që aty që ka lujt, do të me thonë që ma mirë kanë lujt se sa që kanë pika. Po, e vërtet. Ma mirë kanë lujt se sa që kanë pika, ata kanë meritu me pas ma shumë pika. Edhe kanë lujt mirë. Klubi organizum, klub ku s'mungon kur gjëheq, bashkë kur gjëheq kushtimisht, edhe menoj që ka me qenë një kampionat shumë interesant. Nëse veç e hjekim Feroriklinit se i ka pas problemet që i patën fillim. Po. Mas asaj u këndellën deri diku, lojtën, tash ta shohim çka. Shpresojmë veç që nuk dorëzohen para kohë, i luajmë. Jo, nuk besoj, edhe nëse vjen momenti që e shohin që mos ka ku, ne besoj që Feronikli ka me orientu me bu ekipin Për ligën e parë që mori kthy. me u rikthy sa më shpejt. Sepse disa njerëz që janë aty në kryesi janë njerëz serioz. Unë e njoh në Arturin e kom pas Berishën, drejtor të klubit në atë kohë, ai është prapë aty. Janë edhe disa të tjerë, janë njerëz serioz që nuk e lojnë klubin, nuk e lojnë klubin keq, është Elshani, janë Elshani po. të gjithë aty janë njerëz që se lojnë klubin keq. Trajner, të falenderojmë shumë që ke gjetë kohë mas pare, se e dim që je edhe ti me punë i ngarkum. Po, shpresoj që jem edhe hera tjera të folim për futboll, se kem qa me fol shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe juve, unë e kom pa këtë podcastin e juve. S'jam naj me teknologji jam larë, edhe kësi rrjete sociale këto si kam shumë, po që kështu që ka po del, po i përcjeli, me knaci unë e erdha këtu edhe pse u du të me anullu disa gjana, po shkojmë që tash i krymë. Jemi mësuna shqiptar, të qesim një kafe, folim dhe Zbusëm. pajtohemi me njëherë. Faleminderit shumë trajner. Është kënaqësi. Shikus të nderuar, pa harruar t'i përmendim edhe njerë sponsorët tanë që janë brindi automjeteve nga Korea e Jugut, KGM Sanjon Kosova, Patos, Pro Transport dhe Muqa Solar, shihemi një javë në ardhshme.